Në Bashkinë e Shkodrës u zhvillua sot një takim me delegacionin e Agjencisë Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Zhvillim në kuadër të vizitës së tyre në qytet. Drejtoresha e Agjencisë Suedeze Hanna Hellquist u shpreh se Suedia dhe SIDA janë partner afatgjat të Shqipërisë dhe mbështetës të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, duke theksuar kënaqësinë për vizitën në Shkodër. Suedia dhe Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Zhvillim janë partner afatgjat të Shqipërisë dhe mbështetës të fortë të procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në këtë kuadër, jam këtu së bashku me kolegët nga bordi e Agjencisë Suedeze për Bashkëpunimin Ndërkombëtar dhe Zhvillimin dhe ambasadës suedeze. Kemi qenë shumë të kënaqur që patëm mundësinë të vizitojmë Shkodrën sot. Drejtoresha u ndal edhe tek potenciali turistik dhe kulturor i qytetit, përfshirë një objekt historik që pritet të shndërrohet në muze, si dhe u shpreh impresionuar nga peizazhet e liçenit të Shkodrës. Jemi informuar për të gjithë përpjekjet që po bëhen. Për shembull, lidhur me situatën mjekësore në rajonin e Shkodrës, vizituam liçenin e Shkodrës dhe zhvilluam biseda interesante mbi rëndësinë e monitorimit ekologjik si pjesë e zhvillimit të rajonit, por edhe një aspekt i rëndësishëm i procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Gjithashtu patëm mundësi të vizitojmë edhe këtë ndërtesë madhështore këtu në Shkodër, edhe mësuam se ajo pritet të shndërrohet në muze. Përfaqësues të Agjencisë Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Zhvillim theksuan se mbrojtja e mjedisit dhe zhvillimi i qëndrueshëm janë thelbësor, ndërsa Suedia do të vijojë të jetë interesuar për zhvillimin në Shkodër si në aspektin turistik ashtu edhe ekologjik.